Kur dy zëra që ka njehuar në përbot bashkohen në një skenë, ajo që dihet paraprakisht është se magjin e tyre do ta sjellin edhe në një skenë të improvizuar në qellin e hapur si ajo e mbrëmjes së operës para Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, me koncertin e parafundit të edicionit të 6 të Festivalit Ndërkombëtar të Operës Ram Lahaj. Skena lë prapa çfarëdo sfide, kushtet kanë pak rëndësi dhe emrat janë Elberita Kajtazi e Jorge Puerta. Programi një udhëtim në perlat e repertorit operistik me ndalesa në perlat e muzikës shqipe. Koncerti një mbrëmje e magjishme. Ka qenë tenori i Venezuelas ai që e ka hapur mbrëmjen. Pak qon pesh fakti se ai ishte zgjidhja e momentit të fundit. Puerta është emër i lindur për skenë dhe në kuadër të festivalit, ky është debutimi i tij para publikut në Kosovë. Sopranoja Elbenita Kajtazi s'ka nevojë për fort prezantim, publiku e njeh dhe pret prej saj pikërisht atë që dha në koncert të dielën mbrëma. Erdhi edhe me 3 vepra të repertorit shqiptar, Vet Kembet nga Gjergj Kaçinari, Në mes dashurive nga Tonin Zadeja dhe me arjen Dielli ka perëndu të operës së parë shqiptare Mrika të kompozuar nga Prank Jakova. Për të, çdo herë është emocion i veçantë të interpretojë në shtëpi. Emocionet janë gjithmonë shumë të veçanta kur performoj në Kosovë, po prapë është një profesion që e bëj tash shumë vite dhe arri me pas atë qetësinë e duhur që i duhet një këngëtari përpara se me performu. Por mbas koncerteve natyrisht që është emocion i papërshkueshëm se takon gjithë njerëz dhe sidomos në Kosovë janë gjithë njerëz që i njeh, që i rrit me ta edhe sidomos profesorët e fakultetit e shumë tjerë, kështu që është emocion shumë i bukur. Përveç repertorit shqiptar ka interpretuar edhe arje dhe vepra madhështore operistike, duke shfaqur kështu një teknikë të lartë vokale. Në program ka pasur edhe arjen e operës Rusalka, me Sicku na nebi hlubokem, e njohur si kënga e hënës të Antonin Tvogjak. Mendoj që festivalet tilla i duhen sa më shumë vendit tonë, po tash po bëhet një punë shumë e mrekullueshme në këtë drejtim. Edhe e përgëzoj Ramën, e përgëzoj për vullnetin që e ka, për dashninë që e ka, edhe që nuk heziton me jep as shumë energji për këtë festival, sepse sjell gjëra shumë bukura. Në Prishtinë ka ardhur pas një sezoni të ngjeshur. Ai i ardhshmi është njësoj i shënuar edhe me role debutuese. Është një sezon jashtëzakonisht i ngjeshëm, ende s'kum pas kohë as me postu, se tash angazhimet janë shumë dhaja edhe si nanë, edhe s'po mundem shumë me i menaxhu disa gjëra, po janë disa debutime shumë të mrekullueshme. Sezonin e ardhshëm do ta debutoj rolin e Sur Angjelikës, rol cilin e kom prit me padurim, e kom prit pjekurinë e duhur që i duhet këtij roli deri tani. Ai do të jetë në Leipzig, pastaj do të jem në Garsington në Angli dhe në Hamburg që i kam edhe shumë role tjera. Në Opera Night, dyshja Elbenita Kajtazi dhe Jorge Puerta janë ngjitur në skenë edhe në duet. Kanë sjell Parigi o Cara nga La Traviata e Verdit, si dhe O Suave Fanciulla nga La Bohème e Puccinit. Mbrëmja si udhëtim në vepra artistike dhe të operës, duke kaluar nga veprat shqiptare, italiane e deri te kulmet e repertorit operistik francez, çek dhe italian, vuri në pah edhe veçoritë e tenorit Venezuelas. E kjo është vërejtur që në hapje me një nga romancat më të njohura italiane, Ideale të Francesco Paolo Tostit. Ka kënduar edhe 7 vepra të tjera solo sipas programit dhe një më shumë si bis. I gjithë procesi për të realizuar këtë program është shumë sfidues, edhe kur ke kohë. Por kur gjithçka ndodh në një kohë kaq të shkurtër, adrenalina dhe emocionet janë edhe më të mëdha. Sidomos duke qenë se është hera ime e parë këtu. Gjithashtu e di se karriera e Ram Lahajt është e jashtëzakonshme, jo vetëm si këngëtar, por edhe për themelimin e këtij fondacioni dhe për kontributin e tij në zhvillimin e kulturës në këtë vend të bukur. Kjo më prek shumë emocionalisht. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij rrugtimi dhe e këtij projekti. Shpresoj të kthehem, por me më shumë kohë për ta shijuar edhe një shëtitje në Prishtinë. Faleminderit sepse e ndjej dhe e marr gjithat për kujdesi dhe dashuri nga të gjithë ata që janë të përfshirë në organizimin e këtij eventi. Mezi pres të kthehem dhe të vazhdojmë të ndajmë këto momente së bashku. Ky ka qenë bashkëpunimi i tij i parë me sopranon shqiptare Elbenita Kajtazi.
Ndonjëherë punojmë në të njëjtin teatr, por asnjëherë në të njëjtën kohë. Ajo gjithashtu ka qenë pjesë e teatrit muzikor të Esenit në Gjermani. Sezoni im atje sapo ka përfunduar. Është një kënaqësi e madhe sepse ajo është një artiste shumë profesioniste. Më pëlqen shumë mënyra se si këndon dhe e kam ndjekur prej kohësh. Prandaj është gëzim i veçantë që rrugët tona artistike u kryqëzuan në këtë skenë dhe u bën bashkë për të sjellë këtë koncert të bukur. Ka qenë vërtet një kënaqësi të ndajmë skenën dhe të realizojmë së bashku këtë koncert të mrekullueshëm. Ka premtuar se herën tjetër kur të ketë mundësi të vijë në Prishtinë, do të sjellë në repertorin e tij edhe vepra shqiptare. Jess Rusinski, përveç si korepetitore, u paraqit edhe solo në piano. Opera Night i parapri nga la koncertit Ram Lahaj and Friends të mërkurën. E deri atëherë, dy zërat e shquar jehojnë në pritje të yjeve të tjerë.